تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe kë e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, që nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se pejgamberi ynë Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej kini frikë Allahut, robërt Allahut, ashtu si i takon madhrisë së tij, ruhun i zemrimit të tij dhe kujtoni mbikëqyrjen e tij në fshehtësi dhe në publik. Robërt Allahut, Allahu i lartësuar na ka treguar në librin e tij madhështor histori të shumta që ato të jenë mësim dhe udhëzim për besimtarët dhe gjeneratat tjera. Një prej historive më të bukura dhe më të dobishme është historia e Merjemes. Ajo ishte gruaja më e mirë e njerëzimit. Vlerën e saj e tregon fakti se Allahu ja ka përmendur emrin asaj disa herë në disa sure të ndryshme në Kur'an dhe ka emërtuar një sure të Kur'anit me emrin e saj. Madje Allahu e ka sjell atë si shembull për besimtarët. Nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Shumë prej burrave janë të plotësuar, kurse prej grave janë të plotësuara vetëm Merjemja, bia e Imranit, dhe Asia, gruaja e Faraonit. E vlera e Aishës ndaj grave të tjera është si vlera e Theridit ndaj ushqimeve të tjera. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Afdalu nisa'i ahli al-janna Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Gratë më të vlefshme të xhennetit janë Khadija bia e Khuwailidit, Fatimja bia e Muhammedit, Merjemja bia e Imranit dhe Asia bia e Muzahimit, gruaja e Faraonit. Transmetojnë Ahmedi dhe Nesaiu dhe Albani e bën sahih. Për ta kuptuar historinë dhe vlerën e saj, duhet ta përmendim historinë e familjes së Imranit. Allahu i lartësuar ka thënë: Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-alamin. Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzit në kohra të ndryshme, sidomos në kohën e tyre. Imrani ishte një dietar i madh dhe adhurues i përkushtuar, i cili ishte imam për namazet e Benu Israilve në El-Masjid al-Aqsa, bashkë me Zekeriain alayhi salatu wassalam, pejgamberin e asaj kohe. Gruaja e tij ishte Hanna bintu Faqud. Ishte një grua e devotshme dhe adhuruese. Ajo nuk kishte mundësi të mbetej shtatzan.
Një ditë pa një shpend si e përgdhel zogun e saj dhe ju gjallërua dhe më shumë dëshira për të qenë nënë dhe për të pasur fëmijë dhe ju lut Allahut që ta furnizonte me fëmijë. Me mendimin dhe niyetin që djali i saj të bëhej shërbetori xhamisë Aksas dhe të jetoj aty duke e kaluar jetën në adhurim dhe duke e zëvendësuar kështu babain e tij Imranin. Pas kësaj, Allahu i adhuroi dhuntin e shtatzanis dhe ajo si falënderim ndaj Allahut e premtoi fëmijën e saj për në xhami. Allahu thot: "Idh qalet imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Kujto kur gruaja Imranit tha: Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, të liruar që të shërbej vetëm ty. Andaj pranoje prej meje se ti me të vërtet dëgjon dhe di çdo gjë. E quajti fëmijën të liruar nga çdo gjë tjetër prej angazhimeve dhe robërimeve të dunjas, sepse liria e vërtet është në adhurimin e Allahut dhe në nshtrimin ndaj tij. Në vazhdim të ajeteve Allahu thot: "Falamma wada'atha qalet rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." E kur ajo e lindi, tha: "O Zoti im, unë linda femër dhe Allahu e di më mirë se çfarë lindi ajo. E mashkulli nuk është si femra. Unë ja vura emrin Maryam dhe i kam lënë atë dhe pasardhësit e saj në mbrojtjen tënde që t'jenë të strehuar të ti nga shejtani i mallkuar." E mbrojti bien e vet dhe pasardhësit e saj duke e strehuar tek Allahu. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min mauludin yuladu illa wash-shaytanu yamassuhu hina yulad fayastahillu sarikhan min massi ash-shaytani iyyah illa Maryama wa ibnaha." Çdo fëmijë kur lind, shejtani e prek në lindje dhe ai fillon të qaj nga prekja e shejtanit, përveç Merjemes dhe birit të saj. Pastaj Abu Huraira radhiyallahu anhu thot: "Lexoni nëse doni ajetin: Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." I kam lënë atë me pasardhësit e saj në mbrojtjen tënde nga shejtani i mallkuar. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Merjemja lindi pasi kishte vdekur baba i saj Imrani. Nëna e devotshme e shpuri vajzën e vogël në xhami, megjithse nuk ishte traditë që shërbetorët e xhamisë të bëheshin vajza. Për këtë shkak, udhëheqësit e xhamisë vendosën që njëri prej tyre të ishte kujdestari i saj dhe me që secili prej tyre donte ta ketë këtë nder që të kujdeset për këtë vajzë, pasi baba i saj ishte njeri me pozitë dhe me nder, atëherë nuk gjetën zgjidhje tjetër përveç se që të hedhin short. I hodhën lapsat e tyre në një ujë që rridhte afër xhamisë dhe të gjithë lapsat shkuan me ujin përveç lapsit të Zekeriait alayhis salam, i cili shkoi përpjet në anën e kundërt të rrjedhës së ujit, siç përmend Imam Buhari në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Allahu thot: "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب." Zoti e pranoi atë, pra Merjemen, me pranim të bukur. E bëri që të rritet mirë dhe e la nën kujdestarinë e Zekeriait. Sa herë që hynte Zekeriai në dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: "O Merjeme, nga të vjen ky ushqim?" Ajo përgjigjej: "Ky është nga Allahu, se Allahu e furnizon këtë doj pa kufi." Ajo veçua në një vend të izoluar të xhamisë në anën lindore të saj dhe aty bante vetëm adhurim me të gjitha llojet e adhurimit. Allahu thot: "Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban." Dhe trego në libër për Merjemen kur u tërhoq nga familja e saj në një vend në lindje, duke e fshehur dhe duke e mbuluar veten nga ata.
Është izoluar në këtë dhomë të mbyllur dhe është mbuluar që të mos e shohin burrat e huaj. Kjo e tregon mençurinë, dinjitetin, nderin dhe nivelin e lartë të femrës. Rreth moshës 6 deri në 7 vjeçare i erdhi një përgëzim nga Allahu kur ajo ishte duke bërë adhurim në këtë dhomë të xhamisë. Dhe Allahu ja dërgoi me lajket dhe ata i thanë: "Wa idh qalet il malaikatu ya Maryam inna Allaha istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Kujto kur me lajket thanë: "O Merjeme, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka zgjedhur ty mbi të gjitha gratë e botës. O Merjeme, bindju Zotit tënd, bëj sejdë dhe përkulu në ruku bashkë me ata që përkulen duke adhuruar Allahun." Shikoni se është përmendur për zgjedhja 2 herë. Herën e parë për zgjedhje e përgjithshme, që do më thonë se Allahu e ka zgjedhur atë që ta bëj besimtare dhe t'i japi iman. Mirë po, me që kjo mund t'jetë edhe për shumë njerëz të tjerë, e ka përsëritur edhe një herë që të tregoj se Allahu e ka zgjedhur nga të gjitha gratë e botës për një gjë të veçantë. Pastaj me lajket e këshillojnë që të vazhdojë me adhurim dhe përkulje ndaj Allahut. Dhe ky është lajmërim prej tyre se asaj do t'i vijë një çështje e veçantë dhe madhështore. Ajo vazhdoi me adhurime të shumta, saqë Benu Israilet e krahasonin me Harunin alayhis salam për ibadet dhe e quanin motra e Harunit. Kur mbushi 9 vjet prej moshës së saj dhe ju afrua pubertetit, i erdhi ndodhia e madhe. Thot Allahu i lartësuar: "Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya." Ajo u mbulua dhe u izolua prej tyre dhe ne ja dërguam shpirtin ton, që është Xhibrili alayhis salatu wassalam, i cili ju paraqit asaj si një njeri i plot. Ja dërgoi Xhibrilin alayhis salam krijesën më të bukur, kur ajo ishte vetë dhe e larguar nga çdo burr i huaj. I erdhi në formën e burrit të plot dhe të drejtë pa tmeta, në formën më të bukur që mund të ekzistojë te një njeri. Por si ishte përgjigjja e saj? Ajo ishte një vajzë e re në moshën e flakës së rinisë, e vetmuar dhe larg syve të njerëzve. Para saj u paraqit një burr i bukur dhe me pamjen e plot. Nuk mendoi asnjë të keqe, nuk mendoi siç mendojnë shumica e vajzave, të flirtoj, të njoftohet, t'i këmbejnë numrat për kontakt ose diçka të tillë. Ajo menjëherë tha, siç thot Allahu: "Qalet inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya." Ajo i tha: "Unë kërkoj që të më mbrojë i gjithëmshirshmi prej teje, nëse i friksohesh Allahut." Menjëherë u strehua nga e keqja tek Allahu dhe kërkoi mbrojtjen e tij. Pastaj ju drejtua njeriu të huaj me këshill që t'i friksohet Allahut dhe të mos mendoj për të keqen. Por ai e qetësoi menjëherë dhe përgëzoi me lajmin e mirë nga Allahu: "Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya." Ai tha: "Me të vërtetë unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd, që të dhuroj ty një djalë të pastër." I tregoi se do të ketë djalë dhe sa ai djalë është i pastër. Qalet anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Ajo tha: "Si mund të kem un djalë kur asnjë mashkull nuk më ka prekur dhe nuk jam e pandershme?" Do të thonë, si do të kem fëmijë kur nuk jam e martuar dhe nuk kam bërë immoralitet, sepse këto janë rrugët për të pasur fëmijë. Por Xhibrili alayhis salam i tha: "Qala kadhalika qala rabbuki كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا." Tha, kështu është, Zoti yt ka thënë, kjo për mua është e lehtë. Ne do ta bëjmë atë shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ana jonë, dhe kjo është punë e kryer. Atëherë ajo ju dorëzua vullnetit të Allahut dhe e pranoi caktimin që ju tregua. Kur eci shtatzania dhe filloi barku t'i shfaqet, ajo iku edhe më larg njerëzve. Fa hamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya. Ajo mbeti me barr dhe u tërhoq me të në një vend të largët. Shkoi në një vend të largët të xhamisë dhe në një dhomë në të cilën nuk kishte lëvizje dhe njerëz, në rajonin më të izoluar të xhamisë. Aty erdhi momenti i lindjes. Fa ajaaha al-makhadu ila jid'i an-nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dhembjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme. Ajo tha: "Ah, sikur të kisha vdekur para kësaj."
të kisha vdekur para kësaj ngjarjeje dhe të isha harruar krejtësisht. Nderi i saj, pastërtia e saj dhe turpi i saj e bën që të dëshironte të kishte shpëtuar nga kjo situatë. Më shumë e dëshironte vdekjen sesa turpin dhe njollën në nder, megjithse e dinte se është krejtësisht e pastër dhe e devotshme. Por atëherë i foli i biri i saj, i porsalindur, dhe i tha: "Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, wa huzzi ilayki bi jid'i an-nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya." E thiri nga poshtë: "Mos u pikëllo, se Zoti yt të ka bërë një burim uji poshtë teje. Shkunde trungun e palmës që të bien mbi ty hurma të freskëta." Trungu i prerë dhe i tharë, femra e vogël dhe dobësuar nga lindja, e shkund atë dhe bien hurma të freskëta dhe të këndshme. Mrekulli dhe dhurat nga Allahu i lartësuar. Pastaj për t'ia larguar brengën dhe pikëllimin, i thot: "Fakuli washrabi wa qarri 'ayna, fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya." Ha, pi dhe qetësohu, sepse nëse sheh ndonjë njeri, thuaj: "Unë jam betuar në të gjithëmëshirshmin se do të agjeroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd." Ushqimi i këndshëm për largimin e mërzisë, pije e freskët për qetësim dhe kthim të fuqisë. Por kur njeriu ka breng dhe tension nga njerëzit, gjoksi i ngushtohet, fryma i ndalet, fyti shtrëngohet dhe goja thahet dhe nuk mund të flasë. Që të mos mundohet në këtë situatë, Allahu e udhëzoi që të mos flas me njerëzit, por të mbështetet plotësisht në Allahun dhe t'ia lërë çështjen atij në dorë. Allahu është që i zgjidh çështjet e robërve të tij dhe ai e sjell rrugdaljen më të mirë. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili gjuna dhe mëkat. Kërkoni falje atij sepse ai është falës i mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. E gjithë lavdia I takon Allahut për mirësitë e tij, të gjitha falenderimet ja drejtojmë atij për çdo sukses dhe çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pas Allahut një dhe I vetëm dhe I pastër nga çdo ortakri, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut dhe thirrës për në udhëzim dhe drejtësi. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. O robërt Allahut, ruhuni Allahut, sepse ruajtja, takwaja është porosia Allahut për të parët dhe të fundit. Vëllezër besimtar, pas kalimit të kësaj sprove të madhe, Meriemja ishte detyruar që të dalë me djalin e saj të porsalindur para njerëzve. Dhe njerëzit, siç është tradita e tyre, flasin dhe sulmojnë pa dituri dhe pa drejtësi. Qalet فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Dhe u kthye te populli I vet, duke mbajtur fëmin. Ata I than: "Oj Merieme, ke bërë diçka të turpshme. Oj motra e Harunit, babai yt nuk ka qenë njeri I keq, as nëna jote nuk ka qenë grua e pandershme." Ose me fjalë të tjera, siç thot populli ynë, nga dole ti kështu, e turprove emrin e Harunit dhe e turprove nderin e babait dhe nanës tënde. Në këtë gjendje të rëndë, ajo me besimin e plot në premtimin e Allahut, u atregoi djalin e saj të porsalindur që të flas me lejen e Allahut dhe ta mbrojë nga akuzat. Fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ajo bëri me shenjë nga I biri. Ata thanë: "Si ti flasim ne foshnjës që është në djep?" Atëherë Isa alayhis salam foli me tauhid dhe në shtrim të plot ndaj Allahut. Qala inni abdullah.
tha unë jam robi Allahut, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ai tha, unë jam robi Allahut. Ai më ka dhënë librin, më ka bërë profet dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem. Ai më ka porositur që të falem e të jap zeqat sa të jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Le të jetë paqja dhe shpëtimi mbi mua në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem. Isa alayhis salam, fjalën e parë që e thot është unë jam robi Allahut, kurse ata që devijuan dhe lajthitën thanë biri Allahut, i shenjtë dhe i pastër është Allahu nga ajo që shpifin ata. Këtë ndodhi dhe këta dy robër të devotshëm, Allahu i bëri shenjë, argument dhe mësim për njerëzimin më pas. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alna wabnaha ayatan lil alamin. Kujtoje atë që e ruajti virgjërinë e saj, ne frym brenda saj nga shpirti ynë dhe e bëm atë dhe birin e saj mrekulli për gjithë njerëzit. Historia e kësaj familjeje të bekuar dhe të udhëzuar ka nevojë për shpjegime të shumta të detajeve të saj, por edhe për mësimet e shumta që i nxjerrim nga jeta dhe edukata e tyre. Mësojmë si duhet prindit të jetin nënshtruar ndaj Allahut, që t'i ketë të përmirësuar dhe të drejtuar fëmijët dhe pasardhësit e tij më pas. O Allah, na e përmirëso fen e cila është çështja jonë kryesore, na e përmirëso dynjan në të cilën është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj vdekjen rahatin nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na e përmirëso gratë dhe vajzat tona, si dhe gratë dhe vajzat e të gjithë muslimanëve, zbukuroj ato me iman, devotshmëri dhe nder, bëj hajër dhe përmirësim për gjendjen e këtij umeti. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi u ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket lutë salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij i jep salavat 10 herë. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.